Ele vai vocês não tivemos em busca dela. É baixo. Eu dou uma. Deixa eu legal. Unë që për në çdo ditë me fëmijët. Gjithë kontributin që jemi i brezave e ndihmë në formim. Ashtu siç e kemi bërë 2 vite apo 3 vite më parë që shprehu investitje të madhe në arsimin. Në një vit më tjetër, pra 7 marsit do ta kemi në një ambient të ri dhe ja ku jemi në një ambient të ri. Shkolla është shumë e mirë. Është rekonstruktuar në gjithë komponentët e saj. Sigurisht mund të ketë një problematikë vogël rinjësh apo siç kemi pas për fat keq 3 probleme me sistemin e ngrohjes për kantaja. Janë probleme të natyrshme që nuk duhet të shqetësoj juve. Të në tepër dhe të kalueshme, por ne duhet të merremi me atë që na takon, gjithsecili. Ju takon të merreni me arsimimin, me mësimdhënien, ne na takon të krijojmë kushtet e favorshme për ju dhe për nxënësit që ta bëni mësimin në kushte sa më komode. Pastaj, të tjerat do të qeni në net dhe duke uruar që t'ja kaloni gëzuar sot dhe për gjithë vitet e tjera në vazhdim, gjërat është mirë t'i zgjidhim me njëri tjetrin. Sepse ne këtu ja ku jemi, për ditë me njëri tjetrin, çdo minutë me njëri tjetrin, bashkia ka qenë është dhe do të mbetesh për sa kohë të jemi kryetar e hapur për gjithë llojet e problematikave që keni, mos mendoni se të tjerë do të zgjidhin hallet tona. Edhe ato probleme që nuk keni njëri tjetër, hajde të diskutojmë dhe vit të mbarë edhe vetëm mbarësi dhe sukseset keni dhe shumë faleminderit për gjithë punën tuaj. Drejtori. Ta gjitha kryetarit, unë do t'ju uroj nga zemra gëzuar. Kjo është dita juaj, ju meritoni fjalë më të mira dhe për gëzime dhe mirënjohje pafund dhe do t'ju uroj që këtë ta mbani edhe në vitet e tjera. Nuk po ndalëm aty ku tha dhe kryetari, çdo gjë, ju jeni bashkë, do t'jeni bashkë dhe asnjëherë mos ndani në mënyrë që edhe emri juaj, edhe emri shkollës të lartësohet në vazhdimsi. Suksese dhe kalofshi një ditë sa më të mirë. Kryetari, kemi
që në çdo jo vetëm sot, ose në ditë festash, por çdo ditë keni qenë mbështetje për ne, kur dhe kolektivi duhet ta ditë shumë probleme janë zgjedhur vetëm në përmjet telefonave dhe në kohën rekord. Tani se ndodhin probleme teknike, siç thanë kryetari, janë të zgjidhshme dhe asnjë gjë nuk është e pazgjidhshme. E pazgjidhshme është vetëm përçarja. Sa më të bashkuar të jeni, aq më larg do gjiteni. Sa më të përçar, aq më shumë do na ndihmojnë të tjerët nga jashtë. Kryetari dhe gjithë administrata e tij ka qenë shumë i vëmendshëm ndaj shkollave, ndaj mësuesve, prandaj jemi dhe sot këtu. Në të këto vite shkolla nuk ka pasur ndonjë debutin, tani jemi në një shkollë moderne, bashkëkohore, me problematika që besoj që gjatë ditëve në vazhdim do rregullohen. Si në një shtëpi. Si në një shtëpi. Gëzuar festin? Gëzuar është vetëm parsitje.
shkojmë proces. Qeni në kryetarën e bashkisë. Suar gjithë. E kemi si traditë që vim në fitoni të takojnë në një fotografi, është për e pakta që bërë e ju, por një simbolike, por të një falenua të kemi që bëni qdo ditë të breftit, të kontributi që jemi qdo ditë për asirizin e prezave, ashëm, që njëse, se jo edhe që të drejtojnë dhe të përmëngram që po edhe më tutje, në shumë falë të shumë të gjithka për e qdo ditë të jetë, për mësindënje dhe për shumë falë Miljone respekt për një qka që bëni të ditë për edukimin e prezit të i. Nofshi Pauloro, Toni me vëmendje fjalën e fundit të drejtorit. Për të jeni të lumtur që jeni mësues, sepse gjithmonë do mbeteni të ri, sepse kemi të bëjmë me një brez të ri që gjithmonë të jetë kënaqësi. Që ju bëjmë kënaqësi dhe dashuri. Ju kam shumë për zemër, ju falenderoj shumë. Jeni më të mirë. Kalon shumë. Fjalët më të mira për ju them që ka shteruar, sepse ju i keni marrë të gjithë ato. Faleminderit nga zemra. Kalon. Me shumë dashuri, ti më mësove mua, më mësove të shkruaj, të lexoj, të numëroj, në gjithë jetën time, kur nuk do të harroj. Bravo! Duar që më dridhen, e sytë e mbushur me lopë. Sot është 7 mars, dita juaj. Do të doja të më isha këtu pranë, e në vend të kësaj letre, të interpretoja poezi. Vargu që t'i e doja aqë shumë. Po ja që njëri ju, është si përëndimi tjetë. Njerë sa këmë shumë, por i shumë. Veç një vit, më keni dhënë gjuhë shqipe, mësuesit e uta, ama që në orën e parë që bëm bashk, e kuptova. Kuptova pasionin tëndë, gjallërin që të karakterizohet, emocionin dhe frymëzimin që përcjellja. Shumë rrallë vinë mësuese si ti. Jana. Ama kur i nje, e ke shumë të vështirë t'i lësh pas. Ti harrosh. Jana. Sepse të lëm bresa gjatë gjithë jetës tënde. E këtë keni bërë ju. Jam lidhur shumë emocionalisht me ju. Prandaj nuk isha si të mos mendoja për ju në këtë ditë. Më keni bërë ta dua gjuhën e letërsim me gjithë zemër. E keni imponuar këtë ndjesi brenda meje. E si mund të harroj shkrimin tënd të bukur e të veçantë në dhe. Gjithmonë po shësinjante perlave të shndritshme. E si mund të harroj figurën e pandryshueshme e fisniken tënde. Qëndrimin drejt, buzët e kuqe, e përparsja e bardhë e një arsimtare. Sot kanë kaluar pothuajse 2 vite dhe unë prapë refuzoj. Refuzoj të pranoj se ju nuk jeni më. Jo, unë e shoh ekzistencën tuaj. E di se jeni në çdo cep të bibliotekës së famshme të shkollës Rilindje.
Ekzistoni në çdo libër të saj, në çdo fjalë, në çdo gërm. Vazhdoni të jetoni në të gjitha librat e gjuhës shqipe e në çdo tabelë ku keni shpjeguar me aq pasion. Gjurma juaj në këtë shkollë nuk do të venitet nga asgjë, as nga koha, sepse ju la gjurmë në zemrat e çdo nxënësi, edhe në timen. Prandaj unë sot, në ditën e mësuesve, dua t'ju uroj mësuesis time të zemrës, gëzuar 7 marsin, një dhe e vetmja mësuese Teuta Avdion.